Është një djalë diku ke 33 vjeç që i kanë ndryshuar disa biznese me radhë dhe kësaj radhe për shkak se ju dëgjoj juve, dëgjoj mua, dëgjoj edhe një tjetër, tjerë me radhë u futën me kokë tek biznesi i shalqinit, tek kultivimi dhe natyrisht tek shitja. Ndërkohë që në krahun tjetër atje në Imsh, Xhemali është i djalë 25 vjeç. Ëh? Ndërkohë që Shabani është i burr një 37 vjeç që mban edhe familjen e tij. Nëse ju nuk i dëgjoni të bërtiturat e tyre, po patjetër më që do vi unë këtu të bërtas. E dini pse? Sepse para tyre nesër do dal unë. Para tyre do kërkoj vota unë. Dhe unë nuk kërkoj vota pa ftyrë, kërkoj vota me ftyrë. Kjo është diferenca. Tani me që ju jeni kundër përmendjes emrave, unë po vazhdoj të përmend emrat deri në fund. E dini pse? Sepse këta nuk janë pjesë e tregut lirë. Këta janë pjesë e një karteli ku po bëjnë një lojë të ndyrë pa fund. Pa fund. Në kurisë të gjithë bujqve të Divjakës e në kurisë të gjithë bujqve të Lushës. Këta nuk grumbullojnë për 3, 4, 5, 6 ditë me radhë. Dhe ky është momenti. Këtë bëjnë. Nuk grumbullojnë. Dhe nuk grumbullojnë që çmimi të bjerë poshtë. Dhe pastaj po këta shesin, çojnë, eksportojnë në Kosovë me këto çmime qesharake. Dhe përandej bëhet rieksporti me çmimet që urdhroni të dëgjoni tani, se cilat janë çmimet me cilat sot po shitet shalqini në Europë. Ja vazhdojmë. Doni Frut ka shitur ditën e hënë me 22 cent në Zvicër. 22 cent, që thot 26.18 lek. Vazhdojmë. Doni Frut shet në Kosovë brenda ditësh me 13 cent. Pra nga 22 në 13 cent. Ja shet vetes në Kosovë. Vazhdojmë me Fraeno. Shet në Bosnjë e Hercegovinë me 15 cent. Dhe vazhdojmë po prap Fraeno. Shet në Sloveni me 22 cent. Dhe vazhdojmë brenda tjetër ditë, aty i kanë obor të gjithë këto kamionët. Dhe vazhdojmë pastaj. Është një tjetër një Besim Façi që shet në Kosovë me 15 cent. Dhe vazhdojmë po prap. Agrokoni shet në Vilnius me 19 cent. Dhe shikoni se çfarë ndodh po prap brenda ditës në drejtim të Kosovës. Gazmir Kavaja shet me 0,07 cent. Pra me 7 cent. Me 7 cent, po si i del, që grumbullon atje me 7 lek dhe shet me 7 cent. Si i del. Me gjitha ato që ju thatë, kosto, vjelje, transport, grumbullim, seleksionim, e gjitha atje me si i del. Kjo është lodra. Gazmir Kavaja, po pra brenda të njëjtës ditë, shet në Nederland, në Holland, shet me 18 cent. Nga 7 cent në 18 cent. E kuptoni diferencën? Dhe e kuptoni lojën që po bëjnë jo vetëm në datën 4, po edhe në datën 5, dhe që vazhdojnë ta bëjnë edhe tani ku çmimin e kanë quar vetëm 7 cent, ndërkohë që në gjithë Europën po shesin me 3 herë, 4 herë më shumë. Po pse më çkusur ka ai Davidi që të marrë rrugët tani, kur duhet krijoj familjen e vet atje, e të rihet merret me tokën e tij e me prodhimin e tij. Po ky tjetri që duhet mbaj familjen e vet atje, ky Shabani atje në Imsh, çka kusuri ka që të bëhet tani në moshën 37 vjeç, shkojë emigrant atje pse se një kartel grumbulluesish duhen të përfitojnë përmes lojës nga parat e tyre. Ky është shqetësimi që unë kam. Prandaj bërtas më zënë. Faleminderit. Patjetër nderuar kryetar, veçanërisht për pikën e parë të propozimit, sepse për pikën e dytë besoj që u kuptua, u morën vesh, po për pikën e parë të propozimit, ajo që unë dhe i grup kolegësh në fakt u bëm iniciatorë për këtë ndryshim, dhe duhet i falenderoj, qoftë zonjën Bushka, qoftë zonjën Hysi, po edhe gjithë kolegët e Komisionit Ekonomisë, bëhet fjalë për ndërtesat që janë në pronësi apo në përdorim të organizatave jo fitimprurse, të licencuara nga organet e qeverisjes qendrore dhe që kanë lidhur një marrëveshje me organet e qeverisjes qendrore apo vendore si ofrues shërbimesh komunitare, falas, veçanërisht për personat me hapësi ndryshe. Bëhet fjalë për taksën e ndërtesës dhe ne mendojmë që taksa e ndërtesës për këto organizata të bëhet 0. Unë mendoj që është krijuar një korpus fare i vogël organizatash që ofrojnë shërbime falas për personat me hapësi ndryshe, po e theksoj fort, falas
biles në marrëveshje me organet e qeverisjes vendore dhe do jetë shumë mirë për ne që ta bëjmë taksën e ndërtesës për to zero. Dhe e dyta, tash unë po kthem prapë kjo histori, sepse është propozimi i tretë në radhë që kishte të bënte me librarit, ndërtesat që përdoren nga personi fizik ose juridik që ushtron tërësisht veprimtarinë e shitjes së librave në mjediset tregtare, të jetë taksa për to të jetë zero. Pra taksa e ndërtesës për librarit të jetë zero. Dhe po e theksoj, të jetë zero. Sepse unë i dëgjova me shumë vëmendje gjitha sa u thanë, biles edhe këtë faktin që librarit hynë ke fasha nga 0 deri në 2 milion lek e xhiros, po tashi unë e kuptoj që ka njerëz që blejnë libra online, i blejnë internet. Dhe pasin dhe diskutimi që se din çmimin e librave në letër. Këtu ka plot, ka edhe shkrimtarë, biles, që shkruajnë dhe nuk shkruajnë online, shkruajnë në letër. Prodhojnë libra në letër, botojnë libra në letër. Edhe në këtë sallë thashë, edhe në këtë sallë, jo jashtë kësaj sallë, po këtu në këtë sallë, se jashtë sallë diet që ka. Dhe çmimi i një libri shkon nga 10 deri në 20.000 lekë të vjetra, që për këtë xhiron deri në 2 milion lekë që referohet këtu, bëjnë gjithë 1.000 libra, boll tani të lutem. Kam dëgjuar aq shumë sa s'ka. Zoti Mendes mos do rrit, do të merri fjalën, lutem. Më dëgjosh dhe mua një herë. Dëgjoj dhe ti mua një herë. Pra, bëhet fjalë për 500 deri në 1.000 libra të shitur gjatë vitit. Keq më vjen, po ka librari që shesin më shumë se sa 1.000 libra. Se 1.000 libra është pak fare. Jo 1 milion që nuk lexojnë, po me këtë llogarini bie që mos lexojnë 2 milionë e kusur njerëz. Faleminderit. Ministër. Tash llogaritë janë të qarta, unë e thash në fakt për korrigjim, zero taks datim fitimi, pra po e themi më saktë, e kanë 0 deri në 5 milion. Pra jo 0 deri në 2 milion për të sqaruar publikun se mos ngatrohet. Besoj që pushteti vendor e ka këtë të drejtë. I kemi dhënë këtë të drejtë në ligj pushtetit vendor që të bëj ulje për ato kategori që gjykon Këshilli Bashkiak. Kështu që unë besoj që ne nuk kemi nevojë që ti rikthehemi këtij diskutimi dhe sugjeroj që të rrëzohet. Pra, sugjeroj që amendamentin e tërësisht të rrëzohet. Faleminderit. Një problematik ku lidhet me ujitjen e kullimit dhe ne do të arrijmë në afërsisht në një rritje goxha prej 36% nuk është një rritje goxha e madhe për vitin 2026. Mbështetje për fermerët u rrisim mbështetjen me 16%, ku skema kombëtare, por edhe TVSH-ja e cila këtë vit ne na ndihmon shumë, jo vetëm unë kuptoj pyetjen e TVSH-s, TVSH-ja është një pyetje e cila më duhet ta sqaroj edhe për opinionin publik, ku faturo dhe përfito është një nga skemat ku qeveria shqiptare, mbase ju e thatë që mund të lindin probleme, por mendoj që është një nga skemat të cilet drejt për drejt fermeri përfiton. Ne këtu kalojmë në një formalizim ku çdo fermer duhet të përgatitet për në vitin 2027 për pjesën e procesit të anësimit, por edhe ndaj procesit të brendshëm ku 10% i çdo faturimi që ato do të marrin do të çojnë periodikisht ndaj institucionit të tatimeve dhe ne nga ana e Ministrisë dhe Ministrisë Bujqësisë dhe Ministria e Financave do të kaloj në një pagesë 10%. Kjo kalon në një mbështetje drejt për drejt ndaj çdo fermeri shqiptar, pasi çdo faturë, unë do të marr një shembull konkret. Në qoftë se faturojmë 1 milion lekë të reja, në çdo lloj produkti bujqësor do t'i kthehet në kompensim 10% 100.000 lekë të reja, pra 1 milion lekë të vjetra, në çdo faturë që do të kemi në
përqindjen dhe 10% e TVSH-s për çdo fermer i cili do të faturojë ndaj kësaj skeme. Nuk është për inpute bujësore, zoti Bozo. Skema nuk është të inputet bujësore. Po. Tani pyetja që kam është, unë jam grumbullues. Po. Jam grumbullues. Do ta bëj tek juve që jeni këtu. Në sa të vëshë do të Si me të sa të vëshë? S'ka zero të vëshë. Autofaturën. Edhe sot fermeri, ne kur shkojmë sot një fermer shkon te një pikë grumbullimi, patjetër që e merr me çmimin që është real sot. Por edhe të vëshëja që mund të shnoj në autofaturë, sa të e? në autofaturë. Në autofaturë është në çmimi real që ke. Po. Që bën 100 lek dhe në autofaturë shkruhet 0% të vëshë. Tani, nesër, hyrën fuqi ligjit me datën janë. Se kemi Në autofaturë. Po këta se di. Nuk e kanë idenë çfarë mund të bëjnë ndërhyrje? Çdo fermer që shkon në pikën e grumbullimit, patjetër që merr autofaturën. Dhe në autofaturë, pse jo, në çdo faturë që merr në çdo fermer sot shkon merr autofaturën. Është fakt. Sepse është fakt, është kështu siç them unë. Si është? Që nuk merr çdo fermer faturë. Merr një copë letër, po. Se nuk merr as çmim, nuk merr thjesht vetëm një copë letër ku i thuhet që kaq kile sollet. Dhe kaq. Dhe fatura bën kur shkon kontrolli. Që kemi qartë. Pra, qëllimi 10% është formalizimi i kontrollit i faturimit të gjithë produkteve bujësor. Pra, sepse çdo fermer do të kërkojë autofaturën, do të marrë 10% nga shteti. Ministër, do ndodhin dy gjëra. Sepse kjo është e provuar, nuk është e paprovuar kjo gjë. Kjo është e provuar. Ose unë grumbulluesi nuk do pres faturë për 1 ton. Do të pres faturë për 3 ton. Që mos mund le. Fiktive në fakt 1 ton ka. Ose në krahun tjetër, nuk do mbledh fare. Se nuk do mbledh fare. Se me 10% në hyrje dhe 20% në dalje, unë tek, unë para. Dhe unë nuk njoh në i grumbullues që deti për të humbur para. Nuk njoh. Nuk njoh as në i përpunus që të bëj aktivitet për të humbur para, jo për fituar para. Dhe zgjedh një nga të dyja. Ose merr çmushtur, ose merr çumushtlëm, Serbi, Bosnia, Maqedoni, Hungari, Rumani, e shumë rrallë, siç do dhënat e doganave e sillin totalisht në vëmendje të gjë, ose në krahun tjetër do marr njëri që do presi faturën. Ka ndodhur kjo. E kemi pasur në 10% të vëshën. Kjo mund të ketë ndodhur. Kjo mund të ketë ndodhur. Kjo ka qenë për grumbulluesit, nuk ka qenë për fermerët. Sot ne e kemi për fermerët. Po ka rëndësi sepse e ka marrë grumbulluesi. Sot e merr fermeri drejt për drejt në autofaturën e tij. Nuk jam interesuar ta mbledh. Nuk do marr pikë këtu më. Ta çfarë do të them unë, që treqëreku i fabrikave të ullit, që po përpunojnë ullit këtu janë pa pasura. Fare. Sot që flasim. Dhe ti që vajin që po prodhon tani e ket pa formalizuar. Dhe kjo është çfarë flas, doni ta bëjmë e kam edhe atë që kemi tjetër. Që çdo gjë është ky. Problemi është problem. Ky është ky problem.
Një minutë tani, në qoftë se do vazhdojmë me këto pyetje, unë besoj që nuk do sqarohemi plotësisht, që kështu i lëm kohë vetes që të kuptojmë paketën më mirë mbas dite dhe pastaj këto përgjigje, ministri, ju lutem na i dërgoni me shkrim, na i sillni me shkrim në kuvend, si në komision. Këto përgjigje që dëshironi të jepni. Patjetër se e kthejmë në debatës. Keni vazhdim